Prej Hoxhës, për herë të parë ndoshta në trojet shqiptare, Islami do të përcillej ashtu siç ishte dhe ashtu siç duhej. Jo thjesht si fe, por si jetë, ku dhe për imtësitë më të papërfillshme të saj në dukje, e kishte një mesazh. Kur t'i krash flok, disa kime që mesin këtu, këta e ka rregullu Islami ku me i lanë këto. Ka thënë sepse është çështje mjedisi, duhesh të jesh i pastër, ka thënë buni ad-dinu ala an-nadhafa. Islami është i dini domosdoshëm për njeriu, sepse ai ka thënë Islami rrin mbi pastërtinë. Shtylla kryesore e Islamit mbi të cilën rriaj është pastërtia, por jo pastërtia e flokëve të mia në shampon e pastaj kutinë e shamponit mes asfaltit. Kësaj nuk i thojnë pastërtinë Islam. Kësaj i thojnë flokë të budallës të pastërta. Kush ka thënë se budallas mundet me i pas flokë të pastërta? Kush ka thënë kështu? Edhe ai cili la i ka të pastërta. Atë gotën e shamponit, atë letrën që është në sapuni luks i mshtjellun, atë e kilon, atë jashtë mshefta, masi që e ti e pastru, atë e kilon. Islami ka thënë, këto qimët që ka merë në krarë, për këto ka folaj, këto ku ke me i lanë këto, sepse këto e me këta e ke ndot kejtë botën. Dhe këtë Islam të gjerë, këtë Islam të thellë, këtë Islam vezullues, kaq praktik, kaq kuptueshëm dhe kaq jetësor. Ai arriti ta plazmoj aq bukur dhe aq realisht në fshatin e tij. Mulla Jakupi arriti ta shndrojë Slupçanin në model të një jete islame në çdo aspekt, me shpërfaqjen e vlerave reale të kësaj feje. Kur ka Mulla Jakupi, më duk që Slupçani sukur me shkue në Izmir janë në Paris. Ashtu më duk e jeshëm. Në atë kohë gjithçka që ishte mund them progresiste, që ishte jashtë fesë. Hoxha gjithçka që ka qenë progresiste e ka bërë pjesë të fesë. Për një kohë shumë të shkurtë, e bëni një trazim, e bëni një zgjim nga gjumi për të rit sa i përket Islamit. Se Hoxha ndoshta është prej të parëve, të cilët kanë dashur që këtë Islam ta nxjerrën edhe jashtë xhamijave. Fshati si fshat ndryshoi me ardhen e tij. Pro një erë të reç, me thonë, na tregoj se ku është bota, ku është Islami dhe si me vepru në tarmë. Dhe Slupçani që rezatonte me punën e Jakub Asipit, po i përngjante në fakt edhe Leverkusenit, atij qytetit të dashur të Hoxhës dhe njerëzve të tij, që ai nuk mund t'u shprehte mirënjohjen vetëm se duke treguar moralin e lartë të një muslimani. Mos harroni asnjëherë ju populli gjerman i dashur, sepse ju jeni investitorët e të madhës dhe asaj të voglës në këtë mes, populli ju ju don. Ne e dim se ju e doni këtë popull shqiptar në këtë troje që jeton këtu. Fëmijët e këtyre asnjëherë nuk do të jenë në damin tuaj. Fëmijët e këtyre asnjëherë nuk do të jenë të dëmshëm për fletat e pemëve, sepse ne kemi urdhëruar që ai fëmijë i këtij populli që të put një pemë, një flet prej pemëve të këtij qyteti nuk meriton të jeton në këtë qytet të bukur. Ju të dashur të mi, shqiptar, që jeni këtu mas neve sepse ne jemi musafir. Ai prej ju shqiptin në rrugët e këtij qyteti tonë të bukur nuk meriton të jeton në këtë qytet. Kështu duhet të vazhdoni pra të pastër në zemër, të pastër në gjuhë, të pastër në dorë, të pastër në hap, të pastër në xhami. Ai do të kishte kurajon të trajtonte të gjitha tematikat, pa droje. Gjithnjë duke u nisur nga një vetë kriticizëm dhe qëndrim realist, me vënien e gishtit mbi plagët që kishte dëshirë të flakt t'i shëronte. Islami ka vetëm një behane. Ku një? A Islami s'ka behane, a s'ka kusur, a s'ka mangësi, vetëm një. Mangësia e Islamit jemi ne. Xhamati i Islamit i sotëm, nu'ibu l-zamana wal 'aibu fina. Walau nataqa az-zamanu lahajana. Na po nënçmojmë dhe ne arkohën atë këtë, nënçmimi takon të na bjen neve, sepse me pas koha gojë na kisha neve. Me pas koha gojë, shka imi tu i ba na. Ajo në kisha neve, më ka thonë një plak. O, ti Mulla Jakup, kështu më ka thonë një plak. E kam një gjallë për malë, kështu më ka thonë. E kam një gjallë, i ka 27 vjetë. E ka një smundje. A ka mundësi që ti të intervenosh, sepse njerëzit mendojnë se Mulla Jakupi edhe i shnosh ata të smundit, kështu. Të smundit në spital. Ka thonë, a ke mundësi ti me intervenu të gjallë jam, se e kam për hasreti, një.
Ama ka një bela të madhe, mujtë time më një mu me ja hek ati, shka ka gjaliot e ti në eme? Ka thënë gjaliot, e ka gjumin e ranë. Gjumin e ranë? O gjëllarë ta kanë këtë mundësi di shka? Me letu gjumin, me ba ma të letë. I kam thënë asaj nënës kështu, kur po fqohet gjaliot? Ka thënë po qohet ora di, mas mes dite ora di, mas kose namazit drekës. I kam thënë atëherë pra ti të më dëgjosh mua, unë do të spjegoj ty një send, edhe gjaliot shnoshet më njerë. Vetëm prej këtu, me valë, si ki. Unë jam aqë i fort, kështu mu i me shëru njerëzit prej këtu. Veç valët. Dhe do të spjegoj një send, ti më dëgjoj gjali shnoshet më njerë. Gjaliot, edhe unë, e kemi gjumin barabar. As më të letë, as më transion si aj. Por, të gjaliot ka një problem. Aj qohët, aj kini pa do tash, ora 12 dalin prej shpijet natës, henez veshen do. Ora 12 veshen me dal. E tashti, unë pra ora 10 bi, aj ora 10 del, aj derin 6 po lunë shesh besh, derin 6 në mëngjes. Pak pa u qutja i kara, 8 sahat gjumi ban të rinë 2. Unë kam ranë 10 jam qunë 6, edhe unë 8 ore dhe aj 8. Aj e ndroj sunnetin e Allahut në tokë, kjo i ndodhi ati. Aj i ndroj regullat e Allahut, se për ndrishe, aj 8 orë, unë 8 orë, venet ja kemi ndru. Unë kam nejt të vendi, aj i ka ndru vendin. Hini një plak të gjem të vetë, 3 gjem, ora 11 të ditës, 3 gjem, i pa ato 3 të fletë, kishin luj shatë erin më njës, i pa të fletë, 11, ajo plaka tha, Allah, Allah, kështu tha plaka, nëne atyre tha, Allah, Allah, rrim me lam, e flim me dil. Kush po shkollohet prej neve shumë, po largohet prej fejës shumë. Kush po shkollohet në ato shumë, po e pranon islamin, kja është dalimi mes neve dhe popujve qenë. Të na sa ma i shkolluar i jonë. Po ja zohemnin, s'prish pun fare se kjo ndodhin prezencë, edhe aj nuk në nëshbot, aj ngritet me thajnë, ditës kemi thajnë, Recep Qosja, akademiku i jonë ma i shua, mas i hangër bukën me drejse në Ramazan boni iftar në Laudin, kejti ngrejnë të ndur veçaj si ngrejti me boni doa. Kjo nuk ka nënçmim, unë nuk e nënçmoj fare, po kam dëshirën që një njeri po ja do memnin edhe për çmim po ja do memnin, po ja vlerësojmë që po ja do memnin, jo po e vlerësojmë, po ja do memnin për me rrit, për me ngrit, ama kemi vërejtjen tonë se o njeri i jonë, o ti që ke bëcu, deri sa e bo akademik, shumë ke gabu, kur ti me ndonë, se tash në nënçmim ashtë për ti dur me ngrejt, doa me bo buk, doa buke me bo, a shoqi i jotë, Roger Garodi, ministri punë të mreqme dhe diplomacije franceze, është në etim se ashtë shumë ma i shkollum, se ti, a jo që i ngren dur me bo doa, po zyrtarisht pranon islamin, edhe shkruan punime shkencore mbi këtë fe të dashur, edhe lajmëron para kejt opinionit botnor se kam fatin e zi që shumë dit hupa që ku kesh të jetës ti. Pra jo që mo, mësonu një are për gjithmon, lironu nga kompleksi i gjonave të cilë ju kanë mund popullit qadër mbi kokë, s'po gudzon me forë pa ato se po e politizoj të përdojnë qishbe, që shtu përdojnë? Qishbe? Ku që shtu? Ku. Edhe për qosën e. Ku. Që shtu ja bojnë do? Jo, mos ja ban kuku. Leje kuku, po heke kukën prej qape e studio. Heke kukën prej qape e mëso. Heke kukën për qape e bado akademik. Po kur të hajsh bukën e Allahut njërej durët, edhe thuj, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Thuj, Ai pra ishte realist, me dëshirën dhe virtytin për të qenë i vërtet në ato që thoshte, duke i dhënë hakun çdo kujt dhe çdo gjëje, siç i takon një muslimani. Dhe në këtë pikë, as që bëhej fjalë të keq kuptohej. Në Gjermani kur i kam mësu fëmit, atje kur i kam mësu fëmit për fejë në xhami, ka ardhur njëherë, kanë ardhur 2 persona në xhamin time. Ati më kanë thënë ato çka e tu bë këtu në podrom, i kam thënë po i mësoj fëmijët e popullit që po ju falë ative namazin. Më thonë pse po i mëson në tokë? Kështu më kanë thënë, pse po i mëson në tokë? Po i mësoj në tokë se s'kam banka, pra po i mësoj në tokë.
Ka thënë atë bim na banka.